Shenjat e njeriu të përullur. Profeti Muhammed, paqja e bekime dhe Allahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: shenjat e njeriu të përullur janë 4. E para, është i vetëdijshëm se Allahu e mbikëqyr në fshehësi dhe haptas. E dyta, sillet me hije shi. E treta, mendon për ditën e ringjalljes. Dhe e katërta, i lutet Allahut me përgjërim. Në këtë hadith, profeti Muhammed na mëson se përullësia e vërtet nuk është në fjalë, por është gjendje e brendshme që na shoqëron në çdo hap të jetës. Hadithi na flet për 4 shtylla që tregojnë se nëse zemra është e përullur apo vetëm tregohet si e tillë. E para, Allahu vëzhgon gjithçka. Njeriu i përullur nuk ndryshon mes privatësisë dhe publikut. Ai nuk ka maska. Sjellja e tij është e njëjtë, qoftë haptasi apo fshehtasi, sepse ai e di se Allahu i madhëruar e sheh dhe e vëzhgon në çdo gjendje. E dyta, mirësia duhet bërë natyrë. Njeriu i përullur sillet me hijeshi, dhe kjo do të thotë që ai zgjidh çdo ditë veprat e mira, sjelljet e hijshme, fjalët e buta. Nuk mjafton të jesh i përullur në mendim, por përullësia duhet të duket në sjellje dhe në veprim. E treta, dita e gjykimit është busull. Njeriu i përullur që mendon për ditën e ringjalljes nuk devijon lehtë. Përullësia i vjen nga vetdia se çdo hap ka pasojë dhe se jeta nuk është lojë. E katërta, lidhja intime me Allahun. Përgjërimi ka kuptimin e lutjes së sinqertë, bisedës së heshtur me Allahun. Ai njeri që e njeh Zotin ashtu siç e meriton, ai e njeh edhe veten dhe largohet nga arroganca. Hadithi i profetit na tregon se përullësia e vërtet ndërtohet mbi vetdije ndaj Allahut, mbi sjellje të mira, mbi kujtesën e ditës së gjykimit dhe mbi lidhje të gjallë shpirtërore me Zotin. Këto 4 shtylla formojnë karakterin e njeriu të pastër dhe të përullët.